Dhe ja ku jemi në pjesën e parë të emisionit, I paralajmërova mysafirët dhe temat që do t'i trajtojmë sot si çdo herë. Kujdesemi që të dieleve pranë televizorit tuaj në dhomën ku ju qëndroni të marrin përgjigje shumë, sidomos për shqetësimet aktuale. Secili prej neve në rutinat tona ditore përballemi me sfida shumë shpesh të ngjashme, sidomos kur përkojnë me periudha të njëjta, siç janë viruset, koha e viruseve, sezonat e alergjive, çdo gjë tjetër që përkon dhe na përfshin gjithëve në një pako. E tillë është edhe vera. Vera na bën shumë probleme, sidomos tek ata që kanë sëmundje kronike. Sado që është e mirë, marrim vitamin D, marrim rreze, marrim ngjyrë, e shijojmë pushimin. Prap, sidomos ata me sëmundje kronike, por I theksoj, I kanë edhe ato penalizimet e veta nëse nuk janë të kujdesshëm sipas asaj çka rekomandon mjeku I tyre personal. Të gjithë prej neve kemi mjekun ku e përcjellim gjendjen tonë. Sot kemi vendosur në pjesën e parë të emisionit të ndalemi tek personat që kanë probleme apo sëmundje kronike dhe shqetësime të ndryshme të zemrës. Problemet me zemër janë të ndryshme nga ato më të lehta deri tek ato që shpesh konsiderohen edhe shumë të rrezikshme që mund të përfundojnë me fatalitet nëse nuk jemi të rregullt në këshillat e mjekut dhe nëse jemi neglizhent në secilin prej medikamenteve që na përshkruan kardiologu. Problemet me zemër bashkë me verën nuk janë shumë misht mirë në shumë raste. Po për çfarë kam fjalën, natyrisht që gjithmonë janë ekspertët e fushave që vinë në studio dhe na japin informacione dhe përgjigjet e sakta në mënyrë që të informohemi drejt dhe saktë pa marrë lajme të përkthyera nga Google apo interneti kudo që marrim shpesh informacione të gabuara siç është edhe ChatGPT-ja. Janë mjekët ata që çdo ditë të punës së tyre bashkë me pacientët përballen me pyetje dhe shqetësime të kësaj natyre, e ku më mirë se ata të na përgjigjen në secilin prej pyetjeve edhe që na keni dërguar në familja jonë. Sot për ta diskutuar këtë temë kam mikun e familja jonë, kardiologun Dr. Artan Ahmeti. Mirë se erdhët Dr. Artan. Mirë se u gjeta, gjithmonë kënaqësi. Kënaqësia është e jonë çdo herë. Faleminderit që pa përtesë je pranë neve dhe pranë audiencës dhe pacientëve tonë njëkohësisht. Me kënaqësi. Unë thash që pacientët me probleme me zemër, qofshin të lehta apo të rënda, dhe vera nuk janë bashkë mish të mirë. Nuk e di nëse është mit apo jo, por lodhet zemra shumë nga ekspozimi në temperatura të larta. Realisht është plotësisht e drejtë kjo. Nuk është vetëm mit, sidomos për sëmundjet e rënda, siç e përmendet, domethënë ka sëmundje të lehta të zemrës, të cilat temperaturat jo që bëjnë një rol të rëndësishëm, por sidomos me ata me sëmundje të rënda, siç është insuficiencia kardiake e avancuar, atëherë temperaturat bëjnë probleme të mëdha. Pse? Fillimisht temperatura e lartë është një vazodilatator për organizmin, për dëgjuesit e juaj. I bën një zgjerim I enëve të gjakut. Zgjerimi I enëve të gjakut e zbret tensionin shumë dhe shpesh herë ta pacient janë me tension të ulët. Pastaj zbritja më e madhe e tensionit ndonjëherë përfundon edhe me fatalitet siç e përmendët ju. Pastaj tjetra është edhe djersitja. Pra djersitja është humbje e langjeve. Humbja e langjeve hupin edhe elektrolitet. Elektrolitet janë shumë të rëndësishëm për organizëm dhe shpesh herë kanë interaksione të caktuara me barnat të cilat pacientët I marrin. Dhe pikërisht barnat të cilat I ka marrë rregullisht në momentin kur ka një dehydrim të theksuar, sidomos me djersitje, pastaj mund të ardhin një hipokalemi, e cila ndonjëherë është e rëndë dhe e shoqëruar bashkë me barna, siç është furosemidi, I cili gjithashtu shkakton hipokalemi, pastaj mund të ardhë deri te çrregullimet ritmike që kanjëherë janë edhe fatale për pacientin. Pra, rehidrimi është shumë I rëndësishëm tek pacientët me sëmundje të zemrës, sepse problemi kryesor është dehidrimi. Mirë po, jo lehtë kjo balancohet. Pse? Sepse pra në përgjithësi pacientët të cilët kanë probleme me sëmundje të zemrës nuk duhet të marrin shumë langje. Sepse pikërisht langjet e mëdha e bëjnë edhe keqësimin e gjendjes. Sa që kemi ne probleme kështu në përgjithësi me pacientët dekompenzuar që I thon, kur kanë probleme të mëdha me dekompenzim dhe ka ardhur te ajo që thirret edema akute mushkërore, që është dekompenzim I rëndë I sëmundjes kardiake. Shpesh pacientët thonë, pse ky nuk ka nevojë me marrë infuziona? Realisht ajo është pikërisht problemi më I madh. Ai ka nevojë me hek langje, jo me marrë. Sepse pikërisht ngarkesa e madhe e langjeve ka bën një zemër e cila është e dëmtuar, që mos të bën çarkullimin e mirë të gjakut dhe të ngrumbullohet langu aty ku ka mundësi më të lehtë.
mundësia më lehtë për langun më grumullu është mushkria edhe ekstremitetet e poshtme, dhe shpesh këta ankohen me ajtit këmbëve pra, ose me pengesa me vështirësinë frymare, sidomos në pozitë shtrirë. Që gjatë verës këto probleme domethënë gjithmonë avancohen. Që ta kuptojnë qartë edhe shikues, nuk duhet të konsumojmë ujë në sasi të madhe vetëm se është vap, a thua kështu? Po. Gjithçka të prune edhe ujë është e keqe. Pikërisht për këtë arsye thash që është pak vështirë të thot për një pacient që a duhet të merr ujë mjaftueshëm apo më tepër se duhet. Se sa që duhet. Në përgjithësi, problemi i verës është me dehidrim, pra mungesën e ujit. Kështu që në përgjithësi duhet të merret ujë. Mirë, por nëse ajo teprohet, ngarkesa e madhe e langjeve është problemi kryesor i njerëzve të cilët kanë probleme me insuficiencë kardiake. Çka konsiderohet e tepruar sa? Tash për këtë pikërisht varet, do të thënë sa ka humb langjen, sa është djersitaj, sa ka etje, sa ka urinim. Do thotë nëse një pacient nuk ka fare urinim, sepse ka humb langjet me frymare së melkur, atëherë ai duhet të kompenzohet, sepse pikërisht mungesa e urinimit është ajo që ka mungesë të madhe të langjeve në organizëm. Kurse nëse një pacient ka urinim të mjaftueshëm, ai me të vërtetë nuk ka nevojë të rehidrohet mjaftueshëm, sepse ai vetëm është i rehidruar. Tash në këtë pjesën e pirjes së ujit është edhe një tjetër, nëse është mit ose e vërtet, na thua ti, që kur je i ndjersit ose kur je i ekspozuar në temperatura që ke dash me marrëze, ke qëndruar 30 minuta, nuk bën me konsumu ujë me alkool, ujë të ftohtë, sepse e shkakton probleme të zemrës. Sa është e vërtetë kjo? Jo, problemet e zemrës nuk shkakton, po uji me alkool përgjithësi është një vazokonstriktor dhe nuk absorbohet si duhet. Kjo është ajo që ka. Jo me zemrën direkt. Jo me zemrën direkt. Jo. Nuk konsiderohet si është direkt problem i zemrës, domethënë nëse është ujë i ftohtë. Po e çka nëse edhe kjo unë e mbaj mend prej e vogël kur kam shkuar në plazh gjithmonë baba sidomos, më ka thënë, lagë njerë kam dur qafen, mandej futunuj, se je ndjerësit, se je trupi shumë i nxehtë, mundesh me ra në i gërsh, mundet, plus po shohim çdo ditë më shumë lajme që shumë njerëz ndrojnë jetë në plazh, në ujë, gjatë notit. Këto këshilla shumë mira, ti ka jap pavarësisht se ka jap përvojë është më e mirë sepse shkolla. Sigurisht edhe njerëz me shkollë në bazë përvojës e kanë edhe aftësinë e tyre për trajtim. Sepse përvoja është gjithçka. Realisht nëse futet më njëherë prej një temperaturë shumë të lartë në temperaturë shumë të ulët, prej një vazodilatimi shumë të madh, bëhet një vazokonstriksion shumë i madh, pastaj mund të pas rritje tensionit të përnjëhershëm, i cili mund të më shkaktojë edhe fatal qoftë në strok ose në sulm zemër. Pra për këtë arsye ndrimi i temperaturave, për këtë arsye ky është edhe problemi më i madh që ka vera, ndrimi i temperaturave qoftë me ujë ose qoftë edhe me air condition. Pra prej një temperature shumë të ulët në temperaturë shumë të lartë ose edhe anasjelltas. Gjitha këto bëjnë probleme shumë të mëdha sepse ndrimi i këtyre temperaturave shkakton ndrime fiziologjike në organizëm, të cilat për shkak të pikërisht këtyre ndryshime mundën me ardhe të fatalitetet të ndryshme. Ka pyetje që na kanë dërguar shikues, unë nuk mundem krejt me i lexu, po mundohemi selektu disa që nuk i tham këto. Për shembull një shqetësim i një zonje është thotë 10 minuta nëse rri, menzi marr frym prej rrajeve të shpeshta të zemrës. Korrekt. Ndjell. Ndjell, okay. Në qoftë se eventualisht nuk është, se tashti është pak problem pa marrë analizë smundje të zemrës. Në qoftë se nuk ka ndonjë smundje, ndjelli e thash mund me shkaktu një vazodilatim. Vazodilatatimi shkakton ulje të tensionit. Ulja e tensionit në mënyrë absolute shkakton menjëherë kompenzim rraje të shpejta të zemrës. Kështu që mund të jetë edhe kjo arsyeja. Kështu që kjo mund të jetë edhe vërtet. Për këtë arsye duhet të vërtetohet, domethënë tranët e zemrës, a janë në atë kohë si janë. Vlerësimi i tranëve të zemrës bëhet në forma të ndryshme, qoftë ndicsohet me këto device-at siç është Apple Watch ose diçka të ngjashëm, ose me Holter EKG 24 orë që është shumë e saktë për ndjenjen e tranëve të zemrës, që me vërtetu të zoja në fjalë a është një ndjenje saj, apo me të vërtet ka trana shpejta të zemrës. Këta pacientë cilët kanë probleme, po i marr këta me atleta deri tek ata që kanë shqetësime pak më të rënda dhe janë në terapi të kardiologut. A i ndrohet diçka terapia kur shkojnë të ekspozohen në det gjatë një javës, për shembull 7 ditë kanë pushim, të marrin mendimin tënd, a duhet me marr terapi ekstra diçka me vete? Po, pyetja shumë e vend. Shpeshherë do thotë pacientët vinë para se më shkojnë në pushim edhe marrin një mendim të kardiologut a mund të shkojnë në pushim.
Në drejtën është pak e vështirë përgjigja gjithmonë me saktë se ti mundesh ose s'mundesh, sepse varet edhe në pushim si përmbahesh, sa je i rregullt, i kujdesshëm, sepse qëllimi kryesor është që mos të ekspozohen temperaturave në pikë të ditës kur janë temperatura shumë të larta dhe rrezet e dëmshme. Mirë, po në pacient në qoftë se një kohë më të gjatë kam ju ekspozu temperatura më të larta, sigurisht që barna që i merë për smuje të zemrës, sidomos për hipertension, duhet të përgjysmohen ose të zvoglohen, ose në qoftë se janë ma shumë të zvoglohen e për tyne, sepse tensioni ka me qenë me jullët. Problemi që e shkaktojnë ky ndrym i terapisë dhe ky ekspozim është kur ata ndrojnë lokacionin për temperaturave të larta në temperaturat të ulta. Dhe në atë rast, pacienti i cili në mesditë ka pas një hipotension sepse u e ekspozu temperatura më të larta, kurse në mbrëmje ka ndajtur dikun që është në air condition ose në një hije shumë të ulët, pastaj ka nevojë për barna të cilat i ka pas edhe më herët. Ky është problemi se ai njerë ka me pas tension shumë të ulët, pastaj tension shumë të lartë dhe ne kemi një disbalancë. Për këtë arsye është e kujdes, është shumë e rëndësishme që të kujdeset pacienti që mos të bëjë këto lëvizje të mbi temperatura shumë të larta në temperatura shumë të ulta. Po, përveç kësaj, këta pacientë të cilët kanë këto shqetësime, a hinë në këtë listë të rrezikshme të bërjes së pushime edhe persona që para verës kanë pas intervenime, qoftë stent, qoftë pacemaker, qoftë çfarëdo intervenimi kirurgjik të lehtë të rënd, nëse e kanë bërë para verës, a mund këtë verë të shkojnë pushim? A janë në listën e këtyre të rrezikuarve? Edhe kjo është shumë e dëshueshme për konsideroj për publikun, sepse vazhdimisht kemi pacientë që interesohen për me të njohur shumë pjaçë pyetjet pacientëve këto. Me të vërtetë. Edhe kjo është shumë individuale. Mund të jetë një intervenim i cili ka ndodhur tani që ne i thëjmë angin pectoris, që ka pasur në zemër, por ka pas një ngushtim të damarëve të zemrës dhe është vendosur stenti. Ai është pacient plotësisht shëndosh, përveç barnave që kam i marrë. Nuk i ka asnjë problem. Sikur përpara që ka qenë, edhe tash është. Thjesht duhet aty ne i them, duhet të kujdesen për lëndime, sepse barna që i marrin bëjnë hollimin e gjakut që mund të pas gjakderdhje nëse ka lëndime, për këtë arsye ku ti ekspozohen këtyre pushimeve mund të kenë aftësime të mëdha, gjasme të madhe që të lëndohen në gur ose diçka tjetër dhe më pas gjakderdhje më shumë. Kjo është problem. Nëse ka pas sulm zemër dhe është intervenuar, edhe kjo është individuale. Ka dikush që ka lënë sulm zemër, po e kryen intervenimin me kohë dhe trajtimi është i suksesshëm dhe kthimi i gjakut është komplet dhe kthimi i funksionit të zemrës është komplet, ai me të vërtetë nuk ka ndonjë rrezikshmëri. Por në qoftë se sulmi ka bërë dëme të mëdha në zemër, sigurisht që ai pacient është i rrezikuar dhe duhet mëndru komplet, sepse ai pacient prej sulmit ka lënë në një smundje tjetër që thirret insufisiencë kardiake. Insuficienca ose pamjaftueshmëria e zemrës është smundje e rëndë që në qoftë se është në shkallë të avancuar, sigurisht që pushimi i tij do të jetë i vështirë. Për këtë arsye në botën e jashtme, njerëzit që kanë sulm zakonisht shkojnë në rehabilitim. Dhe rehabilitimi është i sakt për smundje të caktuara dhe ata ditë i ekspozohen aktivitetit fizik që të mësohet edhe pacienti me gjendjen e tij të re klinike se sa është i aftë për punë, sa është i aftë për aktivitete ditore dhe cilat punë mund të kryejë dhe cilat mund mos të kryejë. Te ne nuk e kena në qendër rehabilitimit të tillë, kështu që zakonisht do thotë me pacient bëhet në mënyrë individuale titrim. A kjo rrezik dhe kjo përballja me rrezikun ndaj pushimeve të verës të këta pacient vlen për vitin e parë të intervenimit apo gjatë gjithë jetës pastaj? Është individuale, prapë e thash, është shumë individuale. Në qoftë se ai pacient është dëmtuar zemra, te pacienti i tillë duhet patjetër me pas kujdes gjithmonë sepse ai është pacient me insufisiencë kardiake. Në qoftë se është bërë intervenimi, mirë po zemra është e shëndosh, do thotë ai ka vetëm kujdes për barna, sepse jo probleme të tilla. Mirë po, gjithmonë duhet me pas kujdes, sepse edhe të njerëzit e shëndosh që nuk kanë asnjë smundje, pra ekspozimi temperaturave të ulta dhe të larta mund me pas problem, sikur që ki pas edhe rastin e familje që tha që më kanë thënë që mos nuk duhet me hypi temperaturave shumë të ulët me një herë të lartë në ujë të ftoftë, që është shumë e vërtetë kjo. Po. Ndërkohë, sa është e vërtetë që qëndrimi i gjatë në ujë mundet me shkaktuar ngërçe të muskujve ose probleme të kraharorit që asociojnë me smundjet e zemrës, pastaj shqetësojnë pacientët nëse rrin 3-4 orë në plazh pa dalë prej ujit.
Edhe kjo është pikërisht varet edhe prej ujit. Okej, është i ftohtë. A janë shku me nej oqeana? A të lumi shales apo në velipoj, dallon do të thotë shumë, është me të vërtet, mirë, po në qoftë se trupi organizmit rrin në temperaturë të ulët, ai ka me kundërvu temperatura të ulët. Temperatura e ulët shkakton vazokonstriksion. Vazokonstriksioni e rrit tensionin e lartë. Në qoftë se ajo është me smujje të zemrës, zemra ka mu lodhë më tepër sepse ka me vepru kundër një force, se kështu ashtu është dëmtune. Në qoftë se është me hipertension, ai ka me pas një tension shumë të lartë sepse ka me qenë një gjendje të re klinike për to, sepse nuk është në ambientin të cilën e ka pas gjithmonë. Kështu që sigurisht që në qoftë se është temperatura ulët, po, ka ndikim. Ka ndikim. Në ndërkohë një fenomen shumë i rëndësishëm, jo vetëm të pacientët me smundje zemrës, por tek të gjithë, është ushqimi, sidomos në mënyrë specifike, këta që kanë terapi, që kanë probleme me zemër të ndryshme, që duhet të jenë korrekt me ushqimin, sidomos në temperaturat të nxehta. A ka diçka që rekomandohet specifikisht që duhet me hek prej menys gjatë kohës sa janë të ekspozuar në diell? Po, janë pikërisht ushqime të thata të cilët duhet të largohen komplet nga ushqimi ditor të pacientëve të cilët kanë smundje zemrës. Pra, frutat dhe perimet janë ato të cilët duhet të jenë shumica shujta ushqimore të një pacienti, sepse kanë rehidrohen shumë pacientëve me to. Domethënë kanë sasi të langjave shumë. Dhe në përgjithësi ushqimet e lëngshme. Pra, ushqimet e thata janë komplet të ndaluara dhe këto skara dhe këto që janë shumë të dëmshme gjatë tërë jetës, po sidoqoftë në verët janë shumë theksune. Po, unë e di që edhe në emisione tjera bashkë kemi diskutuar dhe shenjat apo simptomat psikosomatike që shpesh i lidhim, ta zëm nashta kondicioneri na ka shkaktuar një dhimbje krarori ose qafe, po e lidhim me shtrëngim të zemrës ose po më therr zemra. Kur janë raste, doktor Artan, kur një pacient gjatë ekspozimit në diell nuk ndihet njësoj se ditëve tjera dhe duhet lajmërohet te kardiologu? Ose cilat janë shenjat që janë alarmante? Nuk është, me thënë drejtë, nuk është tash e lehtë me dallu smundjet, sepse shumë smundje japin simptomat të njëjta dhe jo rrallë pacientët të cilët kanë probleme me zemër shkojnë te gastroenterologu ose te ortopedi ose te reumatologu, ose pacientët të cilët kanë probleme të ortopedike, gastroenterologjike tjera vinë te ne. Pra, është e vështirë kanë edhe për pacientin me dallu, po edhe për neve. Për këtë arsye në ekzaminimit të saktuar. Në qoftë se një pacient me të vërtetë ka dallime në të kaluarën për formën e dhimbjes ose ankesës që ka, ai duhet të bëjë një hulumtim. Pa bërë një hulumtim të doktori përkatës nuk mund të dihet edhe saktësisht cila është arsyeja e këtij problemi që ka. Ndoshta mund të jetë edhe problem reumatizmal, ose edhe gastroenterologjik, ose edhe probleme tjera edhe lëkuror qoftë, ose edhe kardiologjik. Pra, mjekësia nuk është e lehtë dhe për këtë arsye shpeshherë bëhen edhe gabime, edhe nga mjekët, edhe nga pacientët të cilët nuk orientohen mirë për smundjen të cilën e kanë. Po, informatë shumë e mirë kjo, për krejt ata që po na ndjekin, po e bëj një nënpytje nga kjo që të pyeta, a ka një shenjë, ta zëm, çka do na me përjetu gjatë kohës sa rrezitem ose gjatë kohës sa bëj plazh në ujë, ndryshimin tim, thirrje ose çfarë do qoftë ajo, që më thonë, okay, që kjo diçka s'ke në rregull dhe s'do na me injoru. Po, në qoftë se ekspozimi i gjatë ka shkaktuar çrregullim të vetdijes, është shumë e rëndësishme sepse ajo mund të jetë një problem me hipotension të theksuar. Në qoftë se të ka shkaktuar ndjenja të forta edhe të shregullat të zemrës, ka mundësi se ti dehidruar shumë dhe ka ardhur deri në një humbje langjeve ose elektrolitëve dhe ka ardhur deri te probleme të caktuara të cilat thamë janë që lidhen me ritëm. Në qoftë se për arsye të caktuara ka dhimbje, sidomos shtrënguese në gjoks, ajo është alarmante dhe duhet patjetër mu lajmëruar sa më shpejt. E qartë. Në ndërkohë, pushimet e verës na ndrojnë pak rutinën, bëjmë qef pak ma shumë, pijet energjike janë shpesh një prej abuzimeve më të mëdha që i bëjnë njerëzit gjatë pushimeve verore. Sa janë të rrezikshme në kombinim me diellin dhe smundjet e zemrës pija energjike? Shumë të rrezikshme, sidomos për smundjet e zemrës, te pacientët që kanë vetëm smundjet e zemrës, pijet energjike pothuajse janë të ndaluara ose
të kufizuara në sasi shumë të vogla. Në qoftë se dhe lexojmë edhe preskriptin e smundjeve energjike, të pijeve energjike gjithmonë thonë që duhet të kenë kujdes pacientët me smundje të zemrës ose të smundjet kronike. Pra, sidomos këto kur kombinohen edhe me alkool, ato do të thonë shkojnë në probleme të mëdha sepse pikërisht bëjnë dehidrim të caktuar, krijojnë energji e cila i kundërvihet gjithmonë punës së zemrës. Ngarkohet puna e zemrës shumë më shumë dhe te pacientët sidomos me insuficientë kardiake, ata kanë me psu dekompenzim kardiak dhe dekompenzimi kardiak, sidomos në fazat e verës, shpesh mund të jetë edhe fatal për ta. Unë e kam bërë një pyetje të hapur te familja jonë dhe i kam pyet qytetarët, cilat janë mitet që shpesh i merrni si vëthën vesh që themi na, që i keni ndëgju prej të parëve dhe që friksoni prej tyne. I kam zgjedh disa që më kanë ndodhur më interesant, edhe t'ja sqarojmë edhe atyne a janë mit apo janë të vërteta, sepse ata jetojnë me këto rregulla. Një prej miteve që ka shkruar një qytetar është thotë, një gotë birë të freskët e hidraton organizmin, a është mit apo e vërtet? Ma shumë mit se sa vërtet, në përgjithësi alkoholi është diuretik, edhe është, do më thonë, dehidrues. Organizmi ka nevojë për rihidrim. Edhe pse prej alkoholeve sigurisht që më mirë bira se sa çdo alkool tjetër, sepse ka sasi më të madhe të langjeve dhe dehidrimi është minimal. Mirë po, çdo pije alkoolike që përmban alkool, prap është si substancë, ka substancë diuretike. Ne nuk kemi nevojë për shumë diuretik gjatë stinës së verës. Ne kemi nevojë për lëngje të cilat nuk eliminohen lehtë nga organizmi. Unë po besoj që është i kënaqur qytetari Aleja, një gotë birë, doktori. Po, një gotë birë Aleja. Një tjetër pyetje që na ka ardhur është, nëse nuk ndjejmë etje, nuk kemi nevojë të pim ujë, a është mit apo e vërtet? Megjithëse e kalum pak në këtë. Jo, edhe kjo mit është kanjëherë, domethënë ndjenja është individuale, shumë vërtet. Disa njerëz shumë pinë ujë, edhe disa njerëz nuk pinë fare ujë. Kur të ndjeni etje? Ujë duhet me konsumu gjithë. Po. Edhe ata që s'kanë ndjenë, në qoftë se ka dehidrim, ka djersitje të theksune, ka mungesë të urinimit që thash për shkak të rihidrimi shumë i rëndësishëm. Kështu që ujë duhet me pi. Duhet me pi. Edhe nëse s'ka etje. Edhe nëse s'ka etje, patjetër. Sepse unë rast konkret e kam në familje, nanën, ujë pinë veç kur t'i pinë medikamente. Do me thonë shumë rrallë pinë, edhe këta po ja thanë publikisht se e kritikoj shumë shpesh. Një tjetër person e ka shkrujt, personat me smundje të zemrës duhet tash mangin detin për gjithmonë. A është mit apo e vërtet? Mit. Po më do këtë kjo është në e burgjës, po do me që u gru në deti. Po, më të më shfrytzu, në që është kjo, tërna është e mirë. Pithojmë jo. është e mirë. Mirë, po me të vërtet është individuale, edhe kjo. Në qoftë se është smundje avancuar, insuficiencë kardiake e avancuar, është problem. Është problem se nuk po thamë që nuk duhet të shkojnë deti, sepse edhe këtu kemi temperaturat larta. Mirë, po në qoftë se shkon deti dhe respekton, është shumë i respektueshëm me orarë. Okej, mundet. Mirë, po në qoftë se me të vërtet e bën atë pushimin sikur e bëjnë shumica, jo, definitivisht jo. E këta pacienta që janë me insuficiencë që po i përmend, a ju rekomandohet me shku në bjeshk, në mal, në natyrë? Po, individual është edhe kjo, në qoftë se është bjeshka shumë e mirë po edhe ajo ka probleme sidomos të pacientët që kanë probleme edhe me mushkri, sepse rrit sasinë gjakut në organizëm për shkak mungesës së oksigjenit në lartësinë bijetare dhe te ata shpeshherë bëhet më shumë problem se sa hajër. Dhe pikërisht ata kanë nevojë më shumë për detin, në thënë drejtën, por për lartësi të ulta, jo për temperaturat larta. Me një fjalë det rish shpejt në Prishtinë, jo inshallah bile, se shumë pluhen. Një tjetër qytetar na ka shkruajtur qytetare se pa emra janë. Ecja në mëngjes është më sigur se aktiviteti fizik në mesditë, mit apo e vërtet? E vërtet. E vërtet. Kjo është plotësisht e vërtet, prej këtyne që ai tha, kjo. Realisht domethënë aktiviteti i mëngjesit në temperatura të ulta dhe gjithashtu cikli cirkadian i jetës që bëhet, mëngjesi është shumë energjik. Dhe pikërisht për këtë është rekomandimi si gjithmonë ajo e mëngjesit, aktiviteti i mëngjesit është shumë më i frytshëm. Ka energji më të madhe, ka aftësi më të madhe, mund të ushtrojnë më mirë dhe gjithashtu nuk ka djersitje të madhe që mund të dehidru si mesditë. Kështu që kjo është shumë e vërtetë. Zakonisht s'po kaloj edhe pak te pyetja e tjetrit qytetar, zakonisht ka personat ose pacientët me probleme kronike të zemrës i rekomandohet shumë aktiviteti fizik, qoftë edhe veç një ecje e ngadalshme.
A është e njëjta rekomandim edhe në pushim kur shkojnë, apo e ta ulin dozën për shkak të... Jo, në qoftë se shfrytëzohet pikërisht kjo në mëngjesit pa problem fare. Shumë e domosdoshme. Bile ndoshta edhe më mirë, sepse në përgjithësi në pushime ushqimi është më i tepërt, kështu që ne bëni balans mes marrjes edhe largimit të kalorive. Kështu që aktiviteti fizik shumë i rëndësishëm. Sidomos jo, po konkretisht në orët e mëngjesit, se organizmi është më i gatshëm. Një tjetër pyetje meta apo e vërtetë është kondicioneri është i dëmshëm për zemrën. Varet si e përdorë, si e keq përdorë, varet çfarë temperatura. Jo, ne e diskutuam që është e rrezikshëm të kalohet prej temperaturave shumë të larta në temperaturë shumë të ulët. Por nëse kondicioneri përdoret për me bë temperaturën adekuate për dhomë, atëherë sigurisht që është e mirë, jo keqe, shumë e mirë. Por shumë e mirë me pas një kondicioner, e mi pas temperaturën 22 dhe 25, sesa mos me pas një kondicioner, mi pas temperaturën 40. Ajo është e dëmshme për zemrën. Jo kondicioneri në këtë rast. Po, e qartë. Domethënë duhet me respektu që të... Me bët temperaturën, se e përshtatshme e cila rekomandohet për temperaturë të rrugë. Jo që vetë kondicioneri me qenë i dëmshëm, definitivisht jo. Edhe nëse s'ki problem me zemrën, në atë mënyrën tjetër, shkakton dëm me kondicioneri kur keq përdoret. Ose po bën temperatura shumë të ulta, atë sigurisht që po. Shumë të. A vlen kjo edhe për kondicioneri në makinë që është do thotë njëjtë, shpeshher njerëzit ata keq përdoren që me thonë nuk e lojnë atë farë automatikun që është për me bë tamam temperaturë optimale, sepse temperatura optimale është ajo që është më e përshtatshme për organizmin për me funksionu normalisht. Edhe temperatura shumë të ulta, edhe temperatura shumë të larta janë të dëmshme. A arrin temperaturën optimale me kondicioner apo në forma tjera, është individuale. Qysh e mban ti kondicionerin në makinën tënde, doktor Artan? 22 automatik. 22, okej. Unë pak më poshtë maj. Edhe kjo është, për këtë arsye ka tope. Realisht asnjëherë nuk është njësoj, 100%. Sa i përkrasi hapjes së dritareve, promoje, sa i beson? Realisht kjo nuk është mit, sigurisht për shqiptarë që thotë, po sigurisht që në shkurje ose në rrëmim i ajrit prej një anë në anë tjetër, mundësia për me shkaktu probleme reumatizmale është shumë e madhe. Dhe shpeshherë din me shkaktu probleme të tilla, qoftë edhe paraliza bellit, që është arsyeja kryesore është pikërisht kjo. Por me thënë drejtën për këtë temë janë adekuate profesionistëve. Vetëm që folëm për makinën. Një tjetër shqetësim që shpesh e dëgjojmë doktor Artan, nuk është kjo vetëm për verës, kjo është në përgjithësi për personat me sëmundje zemrës, por se di pse doza shtohet te problemet më shumë gjatë temperaturave të larta, është kur dikush është në gjumë edhe thirret në befasi ose zgjohet nga ndonjë zhurmë që zgjohet shpejt. Shpesh është tendenca me thonë më ka shtrëngu gjoksi, më thiri zemra, më ngushtoj frymarrjen. A lidhet me zemrën kë shoku i zgjimit nga gjumi? Mund tjetë, sepse do thotë në atë kohë ndronë komplet lirimi i adrenalinës. Dhe lirimi i adrenalina ka një veprim të fortë vazokonstriktor, dhe për këtë arsye do thotë ngarkon punën e zemrës dhe për momentin mund me pas një iskemi kalimtar që i thojmë ne, që më thoni pa furnizim jo të mirë të zemrës me gjak, për arsye të jo smujeve të arterioz koronare në këtë rast, mirë po problemit hormonal që është ka shkaktu. Dhe po mund me pas. Do të duhet me pas kujdes mos me që thonë... Sidomos në qoftë se këta pacient dhe kanë probleme koronare, atën ajo avancohet. Pikërisht që kjo është vera se njerëzit që janë intermediar, që kanë probleme intermediare, ekspozohen më shumë. Pra, dikush që deri atëherë nuk e ka ditë që ka pas një smuje, në momentin kur ekspozohet një aktivitetit të caktuar, atëherë ajo smuje shfaqet. Dhe shpeshherë pacientët do thotë ose kanë probleme me tension, ose probleme me zemër, ose me çrregullime të ritmit, pikërisht gjatësinë së verës, sepse i kalon limitet të cilat i ka kalu çdo ditë në një temperaturë normale. Këtë rast është domethënë më ekstravagante, si themi. Doktor Artan, gjatë verës, po ashtu, me diçka që abuzojmë është gjumi. Qëndrojmë gjatë, flajmë pak, zgjohemi herët me dalë plazhme në zonë orët e hershme të mëngjesit, rrim vonë natën. Sa janë shtytësi i problemeve të zemrës edhe pa gjumësia në raste të tilla? Realisht sigurisht se gjumi është shumë e rëndësishëm, është një shprehje që thotë që pa gjumë të mirë nuk ka jetë mirë, dhe realisht edhe smujët e zemrës kanë rëndësi të madhe për këta, sepse në qoftë se një pacient nuk ka pushu sa duhet,
gjumi ka një pushim jo vetëm trunit, po ka të organizmit, ka të zemrës, siç dihet, zemra rreth shumë pak në gjumë, tensioni shumë i ulët, dhe në qoftë se ai që është shumë e nevojshme për organizmin, dhe në qoftë se rrin më pak në gjumë, sigurisht që këta ka më pas shumë më pak, ka më punu zemra shumë më shumë dhe ka me ju ekspozu rrezikeve më të mëdha. A ka raste, doktor Artan, të paktën nga rastet ose pacientët që ke trajtu deri më tani, sa vite karrierë keni, a ka raste kur ka qenë pikërisht pushimi veror kur është identifikuar një problem në zemër? Që s'ka ditë personi që ka probleme deri në atë moment kur ju ka kërcësuar atje? Po, ka njëherë është edhe identifikimi i smundjes, siç e ceka, ose eventualisht një neglizhim i smundjes që ka pas më herët, e cila ka dalë më shumë gjatë stinës së verës, edhe pastaj u dash me vazhdu vazhdimisht, sepse në verë ka dalë një problem më i madh se sa deri atëherë ka qenë i pranishëm. Që shpesh, po e ripërsërit se e thash edhe më herët, shpesh ka dhe pacient që në pushimet e tyre ka ndruar jetë edhe shpesh familjarët i kanë dëgjuar kur thonë që s'ka pas kur probleme, ka qenë shumë i shëndosh, ka qenë shumë mirë. Do thonë, atje ka qenë hera e parë dhe goditja e fundit. Realisht të smundjet e zemrës janë pikërisht këtë verzion e kanë, edhe verës, edhe dimrit, edhe çdo stint jetës, sepse çdo stint vitit, sepse do thotë smundjet e zemrës shpeshherë janë smundje të mshefta, që ka një problem shumë të avancuar dhe për një moment ndodh sulmi i zemrës, i cili sulmi i zemrës shpeshherë është fatal. Sigurisht që kanë mujt me qenë edhe faktorë të verës precipitues, mirë po jo që ka një studim të saktë që tregon që smundjet kardiake sa i përket infarktit akut miokardit ka incidencë më të lartë në verë sa në ditë të tjera. Thjesht problemet shfaqen më shumë sepse është ngarkesa më e madhe. E di që e kemi spjegu bashk në emisionet më hershme kohën e artë të reagimit tek infarktet. Në këtë rast ta zëm nëse një i afërm ose qytetar që jemi bashkë në plazh me ta, po kalon një sulm ose një po përjeton diçka të ngjashme, cila është reagimi jon i parë dhe sa është koha e artë e rikthimit të tij në jetë? Realisht, kjo është shumë e rëndësishme të vendet të ndryshme, për këtë arsye sulmi është shumë fat në fatkeqësi se ku ndodh. Nëse një sulm ndodh në institucionet shtetërore, sigurisht që është shumë afër gjithçkafit. Por nëse ndodh në një vend që është prapë më afër qendras spitalore, sigurisht që prapë është me fat. Por nëse ndodh në një ambient shumë të largët, siç është në Bjeshk ose në Deti, dhe Deti jetë në larg qendrave, sidomos të PCI që thojmë ne të intervenimit, atër sigurisht që është me fat keq. Shumë është të rëndësishme të intervenohet sa më parë, dhe në qoftë se ka ndodhur sulmi me shregullime të ritmit, siç është arresti kardiak, fibrilacioni ventrikular, sidomos reanimimi është jetë shpëtues, në qoftë se bëhet një reanimim i mirë, mund të shpëtohet ai person, në qoftë se nuk bëhet reanimim, fatkeqësisht është fatale për të, po edhe në qoftë se nuk ka ndodhur do të thotë shregullimet maline të ritmit, po vetëm një sulm, është shumë e rëndësishme se sa më parë të shkoj dhe në qendrën më të afërt të trajtimit të infarktit akut miokardit. Konsiderohet se kohë e artë është 90 minuta. Pra prej momentit që ndodh sulmi deri te dera e sallës mos me kalu më shumë se 90 minuta, sepse kjo konsiderohet në formë e artë që mos më dëmtu zemra fare. Po, ka edhe shumë raste që gjasat janë minimale dhe pacienti ndron jetë në momentin e sulmit. Shumica e vendeve europiane e kanë rrjetin e trajtimit të infarktit akut dhe momentin kur një pacient ka probleme të tilla dhe informohet ekipa mjekësore, në momentin që identifikohet që ai person është me infarkt, aktivizohet rrjeti i trajtimit të infarktit dhe shumica e këtyre rrjeteve e kanë këtë kohë të respektuar. Pra e kanë në atë formë që gjithë shteti i tyre të mundsoj gjithë qytetarëve që brenda kësaj periudhe 90 minuta të arrijnë në qendrën. Pra janë të shpërndane ekipet në atë formë. Te ne nuk ekziston ende një rrjet është filluar, po në përgjithësi fat për neve prapse se Kosova është vend i vogël dhe nuk ka vonesa të mëdha në më shumë se 90 minuta, pra një autoambulancë nuk bën pe çdo çoshit Kosovës të vjen qoftë në Prishtinë ose po shpresojmë shumë shpejt edhe në Prizren që të bëhet 24 orë. Po, edhe një pyetje të fundit e kam, kush janë më të prirur të atakohen prej sulmeve të zemrës, gratë apo burrat?
Deri në një moshë burrat në mas menopauzës janë të barabartë. Përgjithësi të thotë smujët iskemike të zemrës ose sulmet të zemrës janë karakteristike për njerëzit që kanë smujë të sheqerit, smujë të tensionit, smujë të yndyrës, obezitet, jetë sedentare, jetë stresante, njerëz që kanë histori familjare pozitive dhe njerëz që konsumojnë doan. Sa më shumë prej këtyre që i ke, gjasat i ke më të mëdha që të kesh sulm. Sa më pak, shumica prej këtyre janë faktor risku të modifikuar, i themi. Do thotë që në qoftë se një pacient ka tension të lartë, ai mund ta rregullojë maksimalisht mirë me barna dhe ai faktor të eliminohet. Në qoftë se është me smujë sheqerit, gjithashtu ka ditë sotit ilaçe të mjaftueshme dhe ndrim stilit jetës, patjetër që të eliminohet komplet si faktor risku. Në qoftë se është dohan thirrës, mund ta largoj shumë shpejt. Pastaj gjithashtu edhe për yndyrë, për obezitet, për jetë sedentare dhe të gjitha këto. Pra janë faktorë ndryshme. Vetmja faktor që nuk ndron është gjenia, po shpresoj ma lau këtu, edhe trashëgimia. Pra në shumë se ka genetike, ka pas prindë dhe familjarë tjerë me sulm zemër, gjasat më të mëdha ka që të ketë edhe një person tjetër. Por jo domosdoshmërisht. Asësi. Por gjasat më të mëdha. Sepse mund edhe ata të jetë edhe fenotipi që thonë, pra edhe ata të kenë abuzim, në qoftë se një familjar ta zojmë baba ka qenë abuzuesi i alkoolit, se ka trajtu tensionin mirë, se ka trajtu diabetin mirë, se ka trajtu yndyrën, ose se ka bërë kur analizat, edhe pasardhësit e i bën gjitha këto si duhet, ai sigurisht që gjasat i ka minimale. Derisa e shpjegove këtë pjesën e fundit, të merret edhe një pyetje dhe me minutat i kam të bëj edhe çat pyetje. Se thash e fundit, po jo, pas na gënjy. E fundit fare tash. E fundit fare është kjo tash. Ti sa herë po fol diçka më vjen mend edhe një pyetje sepse në cilësinë e pacientit gjithmonë qëndroj, edhe kur je në cilësinë e pacientit gjithmonë je kurreshtar me ditë më shumë. E përmende këtë reagimin, sidomos tek tensioni i ulët dhe tensioni i lartë që shkaktojnë probleme dhe disbalancë në rrjetet e zemrës dhe probleme tjera. Sa është e vërtetë që kur ke një tension shumë të lartë, nëse s'ke medikamente afër vetes, një thelb i hudrës e ul goxha shpejt tensionin? Përgjithësi, të thotë çdo formë që ul tensionet është e mirë dhe mirësare për organizëm. Nuk mundet me ndiku në tensione shumë të lartë hudra. Hudra ka një ndikim, konsiderohet, do të thotë që është një faktor që është i mbrojtë, sidomos për tension, mirë por nuk kanë potencë të madhe që ta rregullon një tension që është shumë i lartë. Pra hudra në përgjithësi ndihmon që një pacient me hipertension të merë ma pak ilaçe që mos të ketë tension shumë të lartë, mos të ketë nevojë për ilaçe shumë në doza shumë dhaja. Mirë po asesi, sidomos në kriza hipertenzive, pothuajse nuk ndikon fare. E kafja në ngritjen e tensionit? Kafja në ngritjen e tensionit, kjo është pyetje vazhdimisht që bëhet. Realisht në fazat e para ka një, për shkak metilxantinëve, është një energji që krijon, e cila mund me shkaktu një tension të lartë, i cili është i përkohshëm, i shkurt edhe i padamshëm. Kurse afatgjat, kafja është diuretik dhe e ul tensionin. Kështu që në përgjithësi, domethënë nuk konsiderohet e dëmshme dhe shumë studime e kanë qenë se trikat e kafes në ditë janë të domosdoshme. Të domosdoshme? Apo të lejushme? Të domosdoshme për me funksionu mirë organizmi, kanë zvoglu diabetin, kanë zvoglu smundjet e mëlçisë, cirrozën e mëlçisë, kështu që është e mirë. Duhet me lexu çdo studime që na konvenojnë kanëherë. Doktor Artan, faleminderit shumë për kohën edhe për përgjigjet edhe për këshillat si çdo herë i gatshëm. Gjithmonë kënaqësi te ju, në emision shumë i rëndësishëm e konsideroj për jetën e Kosovës. Shumë faleminderit, e vlerësoj shumë, sidomos kur vlerësohemi prej mjekëve siç jeni ju. Faleminderit shumë. Kënaqësi. Dashur miq, së bashku me kardiologun Artan Ahmeti, kemi folur për një problematikë që është aktuale. Edhe ata që kanë probleme kronike të zemrës, edhe ata që s'kanë as pak probleme kronike të zemrës, rrinë pak si me stres gjatë kohës kur bëjmë pushimet e verës dhe kur ndjejmë ndonjë ndryshim, qoftë një shtrëngim, qoftë një frymëzanie, qoftë një rraje më shpeshtë të zemrës, i morëm të gjitha përgjigjet dhe shqetësimet të cilat ju na keni shkruar. Ju vazhdoni me na shkruajtë familja jon,
edhe çdo herë do të mundohemi të kemi mjekët që ju na rekomandoni, por edhe të trajtojmë problemet që ju i keni në jetën tuaj. Do të vazhdojmë me diçka krejt tjetër, do të shkojmë me rubrikën e magjikëve të vegjël, ku do të kemi të ftuar klubin Elite FC, të cilët para pak ditë vjen kthyer nga Portugalia, Lisbon kanë qenë në Kashkaj, në një turner ku kanë shkuar deri në gjysmëfinale. Do të flasim për eksperiencën e tyre, për ftesën, për domethënien e këtij udhëtimi dhe shumë çka tjetër me trajnerin Flamur Aslani dhe disa prej lojtarëve të klubit.